gati për të ardhur për të ndjekur programin Get Released. Këtu po t'jap një tip të shpejt që ti të mundosh të kuptosh pak më mirë se si duhet të veprosh. Unë jam ekspert Justin Goçi. Kemi pasur shumë suksese në drejtimin e këtyre problemeve me të gjithë pacientët tanë. Veprimi është forca jote më e madhe. Nëse ti ke probleme me ankthi zakonisht ka për tendencë që do të mbyllet brenda vetes tek kupola jote dhe të largojë nga të tjerët. Por ti duhet gjithmonë të veprosh, të bësh një hap përpara, të bësh gjëra që janë të një zakon i shëndetshëm për ty. Të qoftë të takosh njerëz, të bësh një aktivitet, një takim, një projekt, gjëra të cilat të bëjnë të dalësh nga ajo zona e rehatisë. Sepse nëse ti vazhdon çdo ditë të mbyllesh, ajo do të fusi në një kupol e do të jetë akoma më e vështirë që ti të dalësh më vonë nga ajo sa më shpejt. Është e rëndësishme pra që ne të dalim nga kjo zona jonë në rehatisë nëse kemi probleme me ankthin edhe të marrim veprime të përditshme, të shëndetshme, gjëra të mira për ne. Edhe ta kthejmë atë gjë si zonë rehatie. Pra, avancimin edhe veprimin. Kështu që vepro. Mirupafshim.